Në këtë sezon vere, Gjirokastra po përballet me një rritje të ndjeshme të fluksit të turistëve, ndërkohë që kapacitetet hoteliere janë të pamjaftueshme për akomodimin e tyre. Prej fillimit të vitit, Gjirokastra ka mirëpritur rreth 100.000 turistë, por një pjesë e konsiderueshme e tyre nuk kanë mundësi të akomodohen në qytetin e Gurë. Turistët, kryesisht të huaj përgjatorëve të ditës, vizitojnë qytetin, ndërsa në mbrëmje për shkak të mungesës së bujtinave dhe hoteleve, udhëtojnë për t'u akomoduar në qytetin e Sarandës. Gjirokastra zhvillon turizëm në pjesën e trashëgimisë kulturore, turizëm i cili zakonisht ka periudhën e tij nga muaji prill deri në fund të muajit qershor dhe pastaj diku muaji shtator dhe tetor. Kështu që deri tani domethënë jemi pak a shumë në pjesën e fundit të sezonit të parë të turizmit kulturor. Ato kancelimet e hershme që kanë qenë nga pjesa e luftës në Iran, në Gjirin Persik, dhe më pas kanë vazhduar implementimet sipas para rezervimeve të bëra. Është një sezon normal, i si vjeçmi, pa të prurjen e shumë të viteve, të 2-3 viteve të mëparshme. Kjo ka të bëjë me më pak mundësi akomodimi për kërkesën e lartë që ka qyteti Gjirokastrës. Dhe një pjesë e madhe e grupeve të mëdhaja ka 2 vjet tashmë, edhe vitin e kaluar dhe si vjet, që akomodohen në Sarandë, mbasi sasitë akomoduese në Sarandë janë më të larta dhe periudha prill deri në qershor dhe për ata është pothuajse bosh, mbasi dihet që sezoni i plazhit fillon diku nga rreth muajit qershor. Një pjesë e madhe e grupeve, duke mos patur mundësi akomodimi në Gjirokastër, largohen drejt Sarandës. Në qytetin tonë, çdo ditë pas orës 11 ka një numër shumë të lartë vizitorësh, janë pothuajse të mbushura kaldrëmet dhe pikat turistike të Gjirokastrës. Pra në mbrëmje ka një zbehje të kësaj, sepse janë vetëm ata që akomodohen nëpër hotele. Qytet ka prurje, ka lëvizje shumë të mëdha ditën, deri në orët e mbasdites dhe pastaj ngelet ai fluksi që ngelet në qytet. Domethënë kjo ka të bëjë me pjesën me historinë akomoduese që ka Gjirokastra, ajo dihet pasi pjesa e madhe e hoteleve tradicional të bërë nuk kanë mundësira të mëdha akomodimi dhe prandaj ndodh kjo gjë. Tashmë turizmi është një prej sektorëve prioritar të zhvillimit të ekonomisë lokale në Gjirokastër, ndërsa qyteti i Gurët është një markë e njohur edhe për turizmin ndërkombëtar.